Një tjetër moment i rëndësishëm i javës ishte hapja e një rruge tjetër në drejtim të rritjes kapaciteteve tona ushtarake dhe të ripozicionimit të Shqipërisë në rrjetin e industrisë ushtarake ku deri para pak kohësh ishim prej dekadash krejt inekzistent. Firmosëm marrëveshjen mes kompanisë italiane Fincantieri, një nga emrat e mëdhenj të ekselencës industriale europiane, dhe kompanisë sonë publike Kajo për prodhimin e mjeteve detare në Shqipëri, në kantierin e Pashalimanit, qoftë në funksion të forcave të armatosura të Republikës Shqipërisë, qoftë edhe për forcat aleate. Ky nuk është vetëm një investim i ri dhe shumë i konsiderueshëm, por është dhe një front i ri punësimi me rreth 400 vende të reja pune të mirë paguara në fazën e parë, një perspektivë konkrete për të rinjtë të rejat, duke filluar nga nxënësit dhe nxënëset e shkollës profesionale industriale të Vlorës, të cilët do të ftohen të bëhen pjesë e programeve të trajnimit për të punësuar në kompaninë e përbashkët që lind nga kjo marrëveshje, Fincantieri Albania.